Procesi i rinumërimit të votave në qarkun e Tiranës vijon me intensitet, ndërsa deri më tani janë rinumëruar 793 kuti votimi, mbi gjysma e totalit të kutive në këtë qark. Sipas të dhënave paraprake, procesi nuk ka ndikuar në shpërndarjen e mandateve të fituara nga partitë në rezultatin paraprak. Megjithatë, ka nxjerrë në pa një numër të konsiderueshëm votash të regjistruara gabimisht. Partia Demokratike rezulton të ketë fituar më shumë vota në mënyrë të padrejtë nga numërimi i parë, plus 411 vota, e ndjekur më pas nga Partia Socialiste me 307 vota. Edhe subjektet e tjera më të vogla si Nisma Shqipëria bëhet 37 vota, Mundësia 30 vota dhe Partia Social-Demokrate 29 vota, rezultojnë të shtuara gabim. Lëvizja më të ndjeshme janë konstatuar në listën e hapur të kandidatëve për deputet nga Partia Demokratike, emra si Ilir Ali Mehmeti, Jorita Tabaku, Ilir Meta dhe Muslim Murrizi kanë përfituar vota të padrejta, ndërsa nga Partia Socialiste janë evidentuar raste të ngjashme për Ervin Hoxhën, Atmir Gjafajn, Xhemal Qefalin dhe Rion Braçe. Gjatë procesit të numërimit, një deklaratë për media ka mbajtur dhe Ledio Braho, u ka shprehur se nuk ka trafikim masiv votash për partitë dhe kandidatët. Gjithashtu shtoi se po tentohet të bëhet pis rinumërimi nga KQZ. Është një gjë. Kur nisi ky proces, nisi me pretendime për trafikim prej mijëra votash. Kryesisht nga kandidatët pa dashur t'i vë emrin, ishin kandidatë edhe nga ata që kanë bërë kërkesë ankimore dhe nga ata që s'kanë bërë kërkesë ankimore, por duket qartë që nuk kemi arritur në shifra të tilla. Jemi shifra shumë të ulta dhe sot që po diskutojmë, po të vihet re edhe nga postimet e kandidatëve apo edhe nga media, bëhet fjalë vetëm për pretendime për bishta kryqesh, pra është bishti brenda kutisë apo jashtë kutisë, është qendra e kryqit mes dy kutive apo brenda një kutie, çka tregon qartësisht se ka të bëjë vetëm me interpretime votash individuale dhe jo me trafikim masiv votash. Për aq kohë sa nuk ka pasur një trafikim masiv sa i përket kandidatëve apo subjekteve, unë besoj se tani askush nuk mund të bëj pis procesin e numërimit, pra flasim për administrimin zgjedhor që është bërë nga KZZ dhe grupet e numërimit, dhe tani po tentohet nëpërmjet mënyrave të tjera që të bëhet pis procesi i rinumërimit këtu në KQZ nëpërmjet numëruesve të KQZ-s apo dhe antarëve të